Vrau efektivin dhe plagosi një tjetër në Maliq, autori dënuar me 10 vite për trafik droge fshihej në një stan. Autori vrasjes së policit Enea Mekolli dhe plagosjes efektivit Edison Adri mëngjesin e sotëm në Lozhan të Maliqit fshihej në një stan në një pyll në botë të Lozhanit në Maliq. 43 vjeçari Violand Braçellari jetonte vetëm me nënën e tij. Dyshohet se ish ushtaraku fshinte dhe arsenal armësh në stan dhe qëndronte gjithmonë i armatosur. Autori në pyll bënte stërvitje dhe qitje dhe si ish ushtarak kishte përgatitje të lartë ushtarake në përdorimin e armëve. Ai kishte siguruar vendin që asnjëri të mos afrohej pranë stanit kur ka shkuar policia për të arrestuar dhe më parë ikte dhe fshihej në pyll në terren të vështirë, aty ku kishte krijuar edhe vende të tjera për të fshehur. Prej terrenit të vështirë ku fshihej, ai kishte shpëtuar disa herë Reneas, pasi për të shkuar tek stani ku fshihej, duhet të ecje 40 minuta në këmbë. Ai ishte një ish ushtarak i rrezikshëm për banorët e zonës dhe në kërkim nga policia e Vlorës për kultivim narkotikësh. Në vitin 2017 ai është dënuar me 10 vite burg nga gjykata e shkallës së parë të Korçës dhe u shpall fajtor për prodhim dhe trafik narkotikësh. Ky vendim është lënë në fuqi edhe nga 2 shkallët e tjera të gjyqësorit. Apeli si dhe gjykata e lartë me një vendim të marrë në janar të vitit 2024.